ka përcjell shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, Nu'man bin Bashir, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith të tij: "Inna al-halala bayyin wa al-harama bayyin, wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun min an-nas. Faman ittaqa shubuhat faqad istabra dinihi wa 'irdihi, wa man waqa fi shubuhat faqad waqa fi haram." Këtë hadith që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, halali është i qartë dhe harami është i qartë. Por në mes halalit dhe në mes haramit janë disa gjëra të trubullta, janë disa gjëra të paqarta, e ata që kanë ndërruar këto gjëra të paqarta, këto gjëra të trubullta kanë ndërruar haram. Kurse ata që janë në rrugë prej paqartësive, ata vetëm se janë pastru para Allahut dhe janë pastru para njerëzve. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kërra yar'a hawl al-hima." Ai njeri që afrohet te gjërat e dyshimta, te gjërat e paqarta, është sikur se një çoban, sikur se një bari, i cili i kollot bagetinë e tij afër mezës dikujt. Se në çdo moment ajo pritet me shku, me kalu mezën edhe me hy në arën e dikujt, me pranë me hy në haram. Prandaj, sikur ai njeri që është rrugë afër haramit, sikur ai njeri që është afru afër zonave të dyshimta është e njëjtë sikur sa ai që nga afru delet afër mezës. Sa ai që është afru afër mezës vetëm se ka haram. Por shkak se ai nuk e din se në çdo moment mundet haram. Në çdo moment ai mundet me shku dhe me kullot tek pasuria e dikujt tjetër. Dhe thot: "Ala inna li kulli malikin hima." Me të vërtetë çdo mbret, çdo sundimtar, çdo pushtetar i ka kufit e vet, i ka pronat e veta, ka tokën e vet të ndalume që e ndalon tjerëve me hyrë. Dhe me të vërtetë se ndalesat e Allahut pra janë haramet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet se në trupin e njerit është një organ sa një kafshat. Por nëse ai organ është i mirë, krejt trupi do të jetë i mirë. Dhe nëse ai organ është i prishur, krejt trupi do të jetë i prishur e ai është zemër. Në këtë hadith, që ka shumë që flitet për da hadith madhështor për faktin se dietarët na thonë se gjithashtu është prej haditheve që krejt feja sillet rreth tij. Këtë Islami qëndron në të. Fillimi është se pejgamberi alayhi salatu wassalam pra na tregon dispozitat se ato janë tri lloje. I parë është një halal i qartë, që dihet se është halal, që çdo njeri e din. Nuk ka nevojë shumë me ulot me ditë. Sigurisht se është rasti i ushqimit, është rasti i ujit. Ai është halal i qartë. Çdo kush e din se ajo është halal. Po janë edhe disa harame, as janë të qarta, çdo kush i din. Çdo kush e din se zinaja është haram. Çdo kush prej muslimanëve e din se alkooli është haram, se përgojimi është haram. Këto janë të qarta. Mirë, po janë disa gjëra nuk di. As nuk di janë halal, as nuk janë haram. Por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë prej njerëzve nuk i din. Çka do të thonë shumë prej njerëzve nuk i din, do të thonë se ka disa që i din. Ata janë dietarë. Prandaj kur muslimani as disa gjëra nuk i din mirë, nuk e din qartë, a është halal, a është haram. A duhet me bë, as duhet me bë. Nuk po e din, e ka të paqartë. Atëherë sipas këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më mirë me lafë. Se për faktin se ti e dyshim a bën a nuk bën, a është haram apo halal, ti ja fut te mexha. Atëherë mas mirë është me pyet ata që e din. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që është afruar ajo dyshimta, vetëm se ka rënë haram. Pse ka rënë haram te dyshimta? Sepse nuk e din. Nuk e din momentin se si do të bie.
Nuk e dim se a do të dëshkohet, a do të dënohet para Allahut subhanahu wa taala jo. Nështë është haram ajo, edhe ka me pas dëshkim të Allah. Nuk e dim. Sikur se ai që e vron deri te mexha. Po ti jomën të tokën, po ti te mexha, në çdo moment mundet me radhë. Ma mirë është me u largu se për ndryshe ja ofru te mexha ka rënë haram, se s'morsh me majtë patron. Prandaj ka një hadith shumë i madh i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shpjegon këto. Po të më vërtet shembull i kësaj çadran sikur se një ul. Një ul. Ajo ul dy anë ka mure. Po në ato mure anash ulës janë disa dyrë të hapura që janë me pete. Në fillim të urës është dikush që thret, thot, o Rabi Allah, o musliman, hec veç drejt në urë. Kurse ka fundi urës, është edhe një thers tjetër, thot, ato perdet që po i shef anash mos i qenë, se ato e në haramet e Allah. Në momentin që i qelë ato perde, kime hirë haram. Po hec veç drejt. Ata në shpjegon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot ajo ura është Islami. Ai thirrsi në fillim të urës është Kurani, i cili thot shko veç drejt. I cili ta tregon veç rrugën e drejtë, sirata mustaqim, që e lexojnë në surën e Fatihës. Dhe ai thirrsi në fund të urës që thot mos i çel perdet anash, se ato janë harame, si të çel kimi shpunto. Thot ajo është ndërgjegjja e besimtarit që është në zemrën e çdo besimtari. Allah subhanahu wa taala ka mbjell si përkujtues sado se tjetë besimtari, sado që mund të pas gabime, a e din se besimtari e ka në zemër diçka që e çorton vazhdimisht. Po ta di përse bën e haram. A e din përse kjo nuk është e mirë çfarë po bën. A çdo besimtar e ka këtë një. Atë do të pejgamberi sa asam që kjo është ndërgjegjja e besimtarit që Allah e ka mbjell në zemër, edhe i thot ato perdet anash që janë mos i çel sa bën haramet, edhe si të çel kimë shkuar. E që kjo është të me thonja hadithit pejgamberit sallallahu mos me shku tek mexha, mos me shku të zonat e dyshimta. E ai që ka shkuar te Kurani haram. Sa nuk e din çfarë, a nuk e din është halal, haram apo halal. Dhe ai që është rujt prej saj, është pastruar para Allah, edhe është pastruar para mexhës. Si është pastruar para Allah? I ka hip dyshimtas. Nësa e dyshimta kishte me qenë haram, është i pastër, se nuk i ka prejtë. është pastruar para Allah. Gjithashtu është pastruar dhe para njerëzve. E ka pastruar imazhin e tij. E ka pastruar emrin e tij, pozitën e tij. Se kishte me shku zonat e dyshimta, e me qenë ajo haram, ata njerëzit kishin me dyshu, ata njerëzit kishin me akuzu, që finale çfarë veprimi bani. Po për faktin se është e paqartë ka një. Atë ka veti pastër edhe para njerëzve. S'ka akuzë për të. Dhe s'ka dyshime për të. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vërtet se çdo sundimtar e ka atë terrenin e vet, territorin e vet që u andalon e rrethon ato, nuk bën me u afru. Kështu janë edhe shtetet. Çdo shtet e ka territorin e vet. Afër vinit kufit, afër do të thonë vijës kufirit, është pozitë e rrezikshme. Aty ka shpesh edhe paralajmërimi ku është kufi i rrezikshëm. Mos u afro zonë kufitare. Do të thonë, akoma pa kalu kufinin, ty të shfasin lajmërit mos u afro zonë kufitare, zonë e rrezikshme. Atër që to zonat kufitare, të pejgamberi sa asam shtojnë haramet e Allah. Për shkak se të zona kufitare, akoma pa kalu kufinin mundesh mu arrestu, mundesh edhe me u. Se aty është fundi, aty është vija e kuqës, s'ban me vafu. Të çdo mbret, çdo sundimtar të pejgamberit sa e ka territorin e vet që nuk lejon me vafu. E kush afrohet në dëshkohet. E që kjo kufinit që s'bën me afru, dhe të pejgamberit janë ndaresat harame të Allah. Allahu nuk dën me ju afru atyre. Prandaj për shkak se kush është afru,
i është ofruar dëshkimit. Se kërkush nuk e garanton se mundet me urujt pastaj prej haram. Edhe kjo është bazë shumë e rëndësishme në Islam, me marrë masat preventive. Më urujt ma herët. Në gjuhën më të thjeshtë të ne, thonë, ma mirë është ma herët me urujt. Mja prej vadën, herët thojnë popullit të ne. Është fjallë shumë e mërshme kjo. Mja prej vadën herët. E haramit vazën që kjo e ka kuptimin, haramit duhet mja prej vadën herët. Mos me lanë me wafu. Por shkak se kur të afrohesh ka thonë pejgamberi sa mos e çel ato pedë që thotë dërzisha mos e çel se kur të cilë është haram aty shkon. Edhe vallahi shumica njerëzve Allah na rujt haramet, edhe dete haramet e mëdha shkojnë këtë formë. Një herë afrohet te një haram i vogël. Afrohet, se bën. Dikur duke qëndruar shumë afër mësohet me ta dhe e bën. Dikur kur e bën haramin e vogël e bën edhe haramin e madh. Do të thonë njeriu nga njerë e bën një haram më të vogël. Ç'është haram më vogël? Rrin me një njerëz të keq. Rrin me një njerëz haramxhi, rrin me një njerëz që është mëkatar. Po duke ndajt me to mësohet me to. Mëkati i parë është pse po rrin me një njerëz të keq. E mëkati i dytë është për mësohet me ta i bën edhe gjëra që ai bën. E bën edhe mëkat të mëdha edhe patron. I bën veprat e tij. Prandaj ai që ka ndajt larg kufinit është i pastër para Allahut, është i pastër para njerëzve. Nuk ka një Allah. Sepse Allah nuk do ta ndëshkojë, se është i sigurt, gjanën e 200 nuk i ka prek, edhe para njerëzve që është i sigurt, është i pastër, ka ndërgjegje të pastër, e ka islamin e pastër. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet në trup është një organ sa një ka vrarë. Nëse ai organ është i mirë, gjithë trupi do të jetë i mirë, edhe nëse ai është i keq, krejt trupi do të jetë i keq. Ai është zemra. Është shprehë këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një organ sa një kafshë. Pra me tregu se është shumë i thjeshtë, është shumë i vogël në krahasim me trupin. Por këtë trupi varet prej tij. Si në aspektin e jetës, që e kemi motor, zemra është shumë e vogël. Në krahasim me trupin shumë e vogël, prandaj me arsye ka mos sa një kafshë. Por shumë i rëndësishëm. Edhe një ndërkohë shumë i rrezikshëm. Sepse kur zemra e njerit është e mirë, është zemra e pastër, trupi i tij do të jetë i mirë dhe i pastër. Sepse ajo zemër e mirë do ta urdhërojë trupin të veprojë vetëm mirë. Atë ka thënë dietar në mënyrë për tyne është edhe shumë për pejgamberin e Hasan e Buhariut, ka thënë zemra në trupin e njerit është sikur komandanti me ushtri. Zemra është komandant, trupi është ushtria. Kanë të thotë zemra trupi shkon. Kanë të thotë zemra trupi e don. Kanë të thotë zemra trupi e urrë, edhe largu. Do të thonë, femine s'komandon zemra. Pasi s'komandon zemra s'pedu edhe po largohet. Komandon zemra afrohet. Do të thonë kështu zemra është komandanti i trupit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse kjo është e mirë. E këtu pak është më rëndësi nga se shumë njerëz i bojnë plot harame, qartas, haltas bojnë harame. Nëse shkon edhe këshillon, qoftë për alkoholin, qoftë për duhanin, apo çfarë do harame tjera qofshin që janë të panumërta, ai thotë çfarë? Por këto vetë pe pi, po kryesor është zemra e pastë mirë. Nësë mundet, në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që ka zemrën e mirë dhe ka trupin e mirë. Ai që ka zemrën e mirë dhe gjymtyrët e tij kanë me vepru mirë. Qysh mund që ka zemrën e mirë nuk i bën Allahut sejdë. Me çfarë gjykohet zemra e mirë ajo kur ai namazin nuk e fal. Allah subhanahu wa taala nuk i nështrohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i bindet. Nuk i nështrohet sunetet pejgamberit alayhi salatu wasallam jetën e tij. Edhe këtu thot kryesor thot është zemra e pastë mirë. I ka lidhje manifestorë shkëputura, zemra e pastë mirë. Nuk është zemra e mirë kjo. Zemra e mirë është ndrysh. Në Islam zemra e mirë është cila zemra?
Ajo zemër që e ka nxorr besimin. Ajo zemër që është ja ka hap dyert besimit në Allah. Ajo zemër që ka hap dyert besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se të duar ajo, vallahi ç'i kjo zemër e mirë. E kjo zemër që ka hap dyert besimit, atë kjo zemër e dërgon trupin te abdesi, te namazi, te zakati, te pendimi, te bëmirësia, te sadaka. Ajo zemër e ndalon gjuhën prej përgojimit. Ajo zemër e ndalon gjuhën prej sharjeve. Ajo zemër nuk ka urrejtje ndaj tjerëve. Ajo zemër nuk ja ka inati për kujt. Edhe nëse ajo zemër i ka dyert të mbyllura nga karshi imanit, i ka dyert të mbyllura nga karshi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe veprat e pejgamberit dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me çka me kanë mirë? Ku me marr të mirën nëse nuk e ka besimin? Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë et-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu. Devotshmëria, takvallaku është në zemër. Imani, besimi është në zemër. Pastaj e dem në gjuhë. Nuk po në besoj Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Zemra të shtin me dhënë shahadetin. Mos i ke besu Allah me zemër, e shpreh me gjuhë besimin që ka. Që e ke. Pastaj edhe forma e tij. Por në këtë rast, pejgamberi sa në formë të bukur në shpreh, ka thonë sa një kafshat. Sytë e njerëzve nuk ka vallësi shumë. Por e gjithë rëndësia është aty. Te zemra. Dhe është pra e kotë, është i kotë argumentimi, është i pagat argumentimi, i dikujt që bën gjëra ato me rëndësi është e pas zemrën e mirë. Se në fenë tonë në Islam, zemrën e mirë nuk e njohim ashtu. Por se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që Allah e ka dërguar mësim për ne, e ka dërguar mëshirë për ne, ky na ka treguar se nëse zemra është e mirë, patjetër ka mundur në trupin e njerit ajo. A është zemra e mirë apo s'është? Veprat e njerit tregojnë për zemrën e mirë. Nuk ka vepër madhështore mas pari se imani, si s'tash? Pastaj me radhë vijnë shtyllat, vjen namazi, e gjitha gjërat që e përcjellin e agjerimi, e namazi me xhamat, e pendimi i shpesht, e kërkimi i faljes, e pastaj raportet e mira me njerëzit. Raportet e mira me njerëzit. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, për shembull, në një hadith, ai që i beson Allahut, edhe ditën e gjykimit, le ta respektoj koshiun e tij. Ai që i beson Allahut edhe ditën e gjykimit, le ta nderoj musafirin e tij. Ai që i beson Allahut edhe ditën e gjykimit, ose le flet mirë, ose le të thjesht. Kjo është domethënë ajo devotshmëria. Kjo është ajo përmasa e zemrës të mirë. I beson Allahut, i beson ditën e gjykimit, ato pejgamberi sa ka thënë, nëse flet, le të ato fjalë që janë të mira, por ndryshe është më mirë. Apo shifet zemra mirë. Por shifet zemra me besim, me njerë, matet në gjuhën e njerit. Sa nuk e flet të keqe. Kur flet mirë, por ndryshe s'ka të keqe. Pastaj raportet me kushirë, raportet me familjen, raportet me musafirin, kur e vjen nderimin që e bën, zemra e mirë që kjo është. Se besimin në Allah e ka shpirtin e qenë e tij. Andaj lutim Allah subhanahu wa taala dhe jap sukses në veprat tona, në imanin ton, në islamin ton. Lutim Allah subhanahu wa taala që të ruaj muslimanët kudo që janë. Lutim Allah që të bashkojë zemrat e muslimanëve, që të mos ketë urrejtje mes tyre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shukran.